Vëmendja në firma VIP vijon të jetë e përqendruar te Fabiola Elezaj. Pas incidentit të bujshëm ku përdori fjalën kuçk ndaj moderatorës Arbana Osmanit. Ndërkohë që ajo ndodhet e vetme në një televotim penalizues dhe pritet një vendim përfundimtar nga publiku. Një tjetër moment i saj brenda shtëpisë ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve. Bëni subscribe kanalin Biz Shorts për më të rejat rreth showbizit vendor. Në një video të shkëputur së fundmi nga kamerat e formatit, Ola shfaqet në ambientet e përbashkëta të shtëpisë, teksa sheh drejt e në lente. Ajo vendos kapuçen e gjupit të saj të zi dhe fillon të bëjë disa mimika të çuditshme e të ndryshoj shprehit e fytyrës, të shoqëruara me buzëqeshje të lehta dhe shikime që ngjajnë sfiduese. Në një moment ku situata e saj në garë është mjaft kritike, këto veprime janë interpretuar nga një pjesë e audiencës si një shfaqje ironie. Mbetet për tu parë se si do të ndikojë kjo sjellje në vendimin e publikut në spektaklin e së premtes.